presidenti Amerikan Donald Trump ka dhënë në deklarata mjaft forta, jo vetëm në fjalimin e tij, po edhe gjatë takimit me presidentin Zelenski në margjinat e Asamblesë OKB-s, ku një nga deklaratat më të forta lidhet me faktin që Ukraina mundet të rimarrë sipas Trump. Gjithmonë teritoret që Rusia ja ka pushtuar. Një tjetër deklarat e fortë e mëhershme Trumpit ishte bombardojini avionët rusë nëse shkelin hapësirën tuaj ajrore. Ka pas fjalën për shtetet e NATO-s, të cilat janë kërcënuar nga fluturime të dronëve ose avionëve rusë në hapësirat e tyre ajrore. Tani, pyetja ime është, a është kjo një kthesë dramatike e politikës amerikane karshi Ukrainës dhe sidomos Rusisë? Nuk më duket kthesë dramatike, më duket një kthesë graduale në kuptimin po të shikosh gjithë rrjedhojën e ngjarjes. Pra, në kuadrin e asaj që ka qenë strategjia afatgjatë e Shtetit Bashkuar të Amerikës ose disa nga parimet kryesore strategjisë të politikës ndërkombëtare ka qenë që Bashkimi Sovjetik edhe më pas Rusia ka qenë kundërshtari më i fortë në politikën e jashtme. Pra, me të cilin duhet të përplasim disa herë. Mjafton të kujtojmë këtu në debatin e famshëm midis Mitt Romney dhe Barack Obamas, ku Mitt Romney e përcaktoi qartë që Rusia është kundërshtari jon kryesor në geopolitik. Pra, ky qëndrim që ka qenë tek republikanët është një qëndrim, po themi, po bën 8 dekada që vazhdojmë këtë qëndrim. Në dallim nga republikanët e tjerë, Trump nuk ka qenë kështu. Pra, ajo që ka ndodhur me Trumpin e tjerët, me Trumpin dhe me magat, ka qenë një pranim i faktit që Rusia në një farë mënyrë kishte të drejtë në qëndrimet e saj. Pra, propaganda ruse që ka qenë që është faji Ukrainës që filloi lufta, dhe po themi Rusia ka të drejtë në pretendimet e saj, ne duke shtuar pastaj pjesën tjetër është e kotë që Ukraina të rezistojë sepse normalisht e ka të humbur luftën e tjerë, pra gjithë kjo lloj propagande që është bërë në rusët edhe nga të rrjetet sociale, në televizionet, në njerëz të ndryshëm, ka lënë gjurmët e veta dhe në politikën e brendshme amerikane, sidomos tek magat, të cilat kanë pasur qëndrime të cilat realisht nuk kanë qenë qëndrime tipike klasike të republikanëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo ka bërë që edhe Trump, i cili është, po themi, kryesori ideologjik i kësaj lëvizje, të kishte pak a shumë këto perceptime. Këto perceptime duhet thënë që janë perceptime të krijuara nga propaganda ruse. Asgjë nuk ka të vërtetë në ato raste. Pra, nuk është se Rusia e sulmoi Ukrainën sepse ishte faji Ukrainës që donte të futej në NATO apo kishte aplikuar në NATO, është gjithë gënjeshtër, siç është gënjeshtër që thotë na u premtua që NATO nuk do zgjerohesh në drejtimin e perëndimit, siç është gënjeshtër dhe fakti që u vërtetua tashmë që është e kotë që të rezistojë Ukraina, se tashmë jemi në vitin e 4 të luftës. Pra, gjitha e propagandë ruse në të cilën Trump e përdori për të ardhur në pushtet dhe pak a shumë ai ishte mentaliteti i Trumpit, tashmë po bie në kontrast me realitetin, dhe realiteti flet ndryshe. Realiteti po thotë që Ukraina po reziston. Ky është viti i 4 i luftës, domethënë del ka dalë kjo luftë po afrohet luftës parë botërore, edhe nga përmasat e humbjeve në front, po edhe përmasa e shtrirjes kohore. Me qëra fjala, se janë përmasat e humbjes në front, se jam kurioz për shifrat, se zakonisht luftrat e mëdha në i masim edhe me pasojat njerëzore. Me qëra fjala. Në anë ruse janë rreth 1.2 milion, domethënë. Shkojnë 1.2 milion. 1.2 milion humbje. Kuptohet e humbjet përfshihen të vrarë dhe të plagosur. Ja, kuptoj. Por në krahasim me luftën e parë botërore, në të cilën kishte një raport shumë të madh midis të vrarëve dhe të plagosurve, pra për një të vrarë kishte 4 ose 5 plagosur, në këtë rast ka një po themi ka i diçka tjetër, domethënë duke qenë se sa më shumë e më tepër përfuten dronët në teknologji. Është rritur saktësia.
është rritur saksia e e goditjes, domethënë dhe eficienca e goditjes, më parë harxhoheshe me qindra plumba për të vrarë një person, tashmë nuk s'është nevoja me qindra ose me mijëra plumba për të vrarë një person, tashmë është mjafton një dron. Për tu Kjo po kthehet në një kasapan në atë zonë, e cila në një farë mënyrë tregoi që Ukraina ishte e hapur që të mbante një fuqi aq të madhe si Rusia. Dhe kjo tregon që e propagandë ruse që ishte në veshët e Trump ishte thjesht propagandë, sepse nuk i përshtatej realitetit. Në anën tjetër, Trump, sidomos që në takimi i Shangajit, që në dështimi i takimit të Alaskës, në kuptimin që nuk prodhoi asnjë rezultat. Dhe duke vazhduar pastaj më mbrapa me me pjesën e takimit në Shangaj, ku u re qartë që ka një bosht aziatik kundër boshtit europian, aty në një farë mënyrë u kuptua që edhe ata republikanët që kishin 80 vite që shikonin Rusinë si kundërshtar kryesor, nuk ose ishin aq të trashë në politikën e jashtëm, por kjo është një fakt që ekziston objektivisht përtej çfarë ti mund të flasësh subjektivisht si individ. Pra, e gjithë kjo propagandë ruse u përplas me realitetin, që ishte shtirësh në 3 drejtime. E para, Rusia është realisht kundërshtar i Shtetit Bashkuar të Amerikës në geopolitik, dhe e dyta punës, Ukraina është duke rezistuar. Këto 2 fakte që janë fakte objektive dhe që janë terren, përplasëshim atë propagandë ruse që ka qenë në mendjen e Trump dikur, dhe më në fund edhe Trump ka filluar të bëjë shifting në drejtim të të pranimit të këtij realiteti që është në terren. Po presidenti prap ka një diferencë me republikanët e tjerë. Nëse republikanët e tjerë shikonin që Ukraina ishte duke rezistuar Rusisë dhe do e ndihmonin, pra do jepin ndihmë ushtarake, po edhe financiare për të balancuar buxhetin, siç për shembull ka qenë dikur Reagan, i cili në doktrinën e tij thoshte çfarë do lloj qeveri, domethënë çfarë do lloj lëvizje që lufton komunistët do kenë ndihmën tonë ushtarake, financiare dhe politike. Pra kjo doktrinë tashmë këtë rast në anë Trump ka rënë, thotë unë mund të ndihmoj për sa kohë që ti më jep lek që unë të shes ato armë që kam. Në këtë rast nuk është ndihmë, është realitet në terren, por nuk ka ndërmend që të harxoj fondet të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe në një farë mënyrë po qëndroj paksa më neutral se sa presidentët e tjerë që kanë qenë përpara tij në drejtim të politikës jashtme. Këtu është akoma një diferencë që me sa duket me Trump edhe me ata që do vazhdojnë pas Trump, nëse do vazhdojë rryma e J.D. Vance-it në 2028-ën, do vazhdoj që ta preki politikën e jashtme amerikane për një kohë gjatë. Megjithatë, kemi dhe deklaratat e presidentit Zelenski, i cili paralajmëroi se bota po hyn në garën më shkatrimtare të armëve në histori dhe se Rusia mund të hapë rrugën për dron bërthamor. Tani propaganda ruse është një gjë dhe aftësia e Rusisë në pikpamje ushtarake për të kërcënuar të paktën, është reale. Çështja është vërtet që ndrojnë vërtet këto paralajmërime të Zelenskit, apo është një tjetër kërkim ndihme që ai po bën? Mbushjet për të krijuar një bombë bërthamore që është disa qindra kilogram, tashmë ekziston teknologjia në raketa dhe në dron për të vendosur mbushje të tillë. Kështu që mundësia për të përdorur një gjë të tillë është teknike, po themi. Pastaj se sa vlen nga ana praktike, më duket paksa e vështirë. Mund të krijohet me bomba të vogla, pra mund të jenë armë taktike bërthamore, të cilat kanë një shpërthim të vogël, dhe nuk kanë atë mega shpërthimi me megaton që kanë testatat nukleare të raketave të mëdha, por që mund të përdoren si armë taktike. Kjo ka qenë pjesë e strategjisë së mbrojtjes edhe të Shtetit Bashkuara, po edhe ka qenë Shtetet Bashkuara që kanë bërë të parën të mbushje taktike bërthamore, që goditeshin nëpërmjet artillerisë. Pra në predhën e artillerisë ti vendosi një mbushje bërthamore dhe mund godisjen distancë. Edhe kopjon dhe rusët, pra armat taktike bërthamore ekzistojnë si teori edhe si praktik, po themi në krijimin e një arsenali
si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si në anën e Rusisë. Më duket pak e vështirë pasaj që armat teknike, domethënë armë të tilla të përdoren, domethënë një sulm bërthamor ndaj Evropës, në kupton reprezalet e Evropës ndaj, domethënë edhe vetë Rusia do jetë subjekti i goditjeve nga ana e vendeve perëndimore, pra deri më sot nuk është vajtur në drejtim të armëve bërthamore, plus edhe nuk ose ofrojnë ndonjë si thua, nuk ose ofrojnë ndonjë avantazh më të madh se sa ato që janë ekzistues. Domethënë një dron është tashmë për shkak të shpejtësisë ulët të fluturimit është i lehtë për të kapur nga ana e sistemet mbrojtjes kundërherore dhe është më mirë nëse do të godasesh me një armë bërthamore, të godasesh me një raketë balistike, me rrezet mes ose me rrezet gjatë, sesa të godasesh me dron. Pra, po ta shikosh në ana tipike ushtarake, ekziston mundësia teorike për të bërë, po në ana, po themi, e asaj që bën sens, është më mirë që të përdorë armë tjera nëse do përdoren armë bërthamore. Por ajo që mund të tregojë për shembull Rusia në këtë rast duhet pavarësisht humbjeve që ka, duhet kuptuar që dy ushtrit që janë më të forta tashmë, që kanë eksperiencë për momentin, është ushtria e Ukrainës edhe ushtria ruse, sepse janë duke luftuar një luftë të shekullit të 21. Dhe vendet evropiane, po edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk janë përgatitur për një luftë të shekullit të 21 në kuptimin klasik të fjalës. Doktrina e tyre është akoma doktrina e shekullit të 20 në zhvillimin e luftës me ato, me tanke, me mjetet blinduar, me artilleri, me aviacion, e tjerë. Pra ka një doktrinë e cila duhet ripar nga ana e Evropës dhe që është pak sa mbrapa dhe kjo vure, për shembull, në rastin e dronëve që goditën në drejtim të Polonisë. U nis rreth 20 ca dronë, vetëm 4 u azgjësuan. Pra, Ukraina ka një raport për 25% në rrëzimin e dronëve dhe jo vetëm kaq, po ti harxhon 1 milion euro apo $1 milion për një raketë të një avioni AMX, që janë ato që vendosen në krah të avionëve F-16 ose F-35, varësisht me çka kanë qelluar. Dhe ti harxhon $1 milion raketë për të goditur një dron i cili bën $50.000. Pra, sepse ti je përgatitur për tjetër lloj lufte, ato lloj raketash nuk janë raketa për të goditur dronin, dhe kanë pasur mision tjetër. Ti po i përdor për shkak të, po themi, pamundësisë për të patur mjete të tjera mbrojtëse. Pra, kurse imagjinoni, u nisën 23, 19, shifra varion, po është rreth 20 dhe u kapën vetëm 4, 25%, ndërkohë që në Ukrainë nisën natë për natë rreth 600-700 dhe mbrojtja e Ukrainës e arrin të kapi 90% të tyre dhe me kosto shumë herë më të vogla, sepse kanë krijuar antidronët e tyre, pra raketat e tyre antidron, që të cilat kushtojnë më pak edhe e bëjnë atë që jenë jo vetëm efektive në përqindjen e atyre të kapura, por në ana tjetër edhe të kenë kosto më të vogla se sa sulmuesi. Pra, si shikon në ana e Rusisë dhe në ana e Ukrainës është ecur shumë në drejtim të luftës në shekullin e 21, në cilët dronët janë ata që janë masiv dhe që mund të dominojnë fushën e betejës. Ndërkohë që Evropa nuk e ka një solucion për ta, nuk e ka një solucion në anën e Kosove dhe njëkohësisht në ana e numrave. Kështu që për të një shifër, për shembull, Ukraina se prodhon rreth 4 milion dronë në vit, pra vitin e kaluar ka prodhuar rreth 4 milion dronë. Një shifër jashtëzakonisht e madhe, për Evropë nuk prodhon njëri sasi kaq të mëdha dronësh. Pra nuk ka dhe një strategji. Qartë. Pra, ajo që ka avantazh Rusia tani në drejtim të Evropës janë pikërisht këto gjëra. Pra, kjo eksperiencë e madhe që ka në drejtim të luftës që po zhvillohet në Ukrainë, e cila mund ta ndihmojë atë në një konflikt, por që është vetëm një fushë. Në fushët e tjera pastaj është paksa më mbrapa, po të lejmë një anë nukleare, fushët e tjera është më mbrapa, domethënë. Dhe dobësinë e saj e tregoi fakti që në kaq vite luftë nuk ka arritur që të krijojë dominancën mbi të marrë kontrollin e hapësirës ajrore të Ukrainës. Domethënë në Ukrainë vazhdojnë të futen akoma ndihma ushtarake, ndihma po themi ekonomike nga kufiri lindor kufiri perëndimor i Ukrainës dhe as nuk arrin të interceptohen nga rusët, as nuk arrin të goditen. Pra
kjo mungesë e kontrollit të superiorit ajror ka bërë që ajo luftë të zgjasë aq shumë, ndërkohë që ana tjetër Perëndimi ka doktrinën e vet të supremacinë ajrore dhe edhe në ato fushësh më përpara. Po kjo është një fushë e shekullit 20, nuk e di sa efektive do jetë ajo në përplasjen midis një doktrine të shekullit 20 me doktrinë të shekullit 21 ku dronët do marrin gjithmonë më shumë hapësirë. Për të qëndruar edhe pak këtu tek Rusia, kjo ka pasur shkeljet hapësirës ajrore të Estonisë, shkeljet hapësirës ajrore të Polonisë, Norvegjia ka raportuar gjithashtu shkeljet hapësirës së saj ajrore nga ana e rusëve, dronëve apo avionëve në gjitha rastet bashkë, po them, çfarë po përpiqet të bëjë Rusia në këtë rast? Po teston, po themi, po mat pulsin e NATO-s, çfarë po përpiqet të bëjë Rusia përmes këtyre provokimeve? Cili është qëllimi? Qëllimi i provokimeve është e para një herë përveç testimit që është testimi tipik, nuk është hera e parë që, domethënë, me që u përmend rasti, Rusia para ca ditësh shkeli dhe hapësirën ajrore të Alaskës, një bombardues rus bashkë me 2 shoqërues. Dhe u ngritën në ajër avionët amerikanë për ta shoqëruar, domethënë, kështu që nuk janë provokim vetëm në drejtim të, po themi, Evropës, por janë drejtime edhe të Perëndimit. Kjo është për të testuar gatishmërinë e Perëndimit për të përgjigjur. Pra, në qoftë se reagimi i Perëndimit është i ashpër dhe i prerë dhe i fortë, Rusia do të tërhiqet. Në qoftë se reagimi është i dobët, reagimi do të përshkallëzohet. Pra, ti e nis duke kaluar në fillim, për shembull, në Poloni kalonin dronët, por nuk godisin Poloninë, kalonin nga Bielorusia, futeshin në Poloni dhe pastaj futeshin prapë në territorin e Ukrainës. U pa që kjo nuk u kundërshtua në avionët polak dhe pastaj u kaluan në një shkallë më të madhe, duke realisht kaluar një sasi të madhe dronësh në drejtim dhe disa vajten në drejtim të perëndimit të Polonisë. Pra, nëse ti nuk përgjigjesh fort dhe ashpër, do kesh një eskalim në mbrapa. Dhe si është përgjigjja në këtë rast? Përgjigjja në këtë rast ishte përgjigjja e thanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, e thanë në qoftë se ka ndërhyrje të avionëve të Shtetet Bashkuara të çfarë lloji që shkelin integritetin territorial dhe ti u bën qartë që je futur, i ke lajmëruar, i ke pranuar, pa ta vazhdojnë që të kryejnë shkelje, mund edhe të rrëzohen. Pra, ka qenë një qëndrim i administratës amerikane që përmendi dhe Trump, e përmendi dhe Rubio, e përmendi dhe von der Leyen që ishte në një intervistë të djeshme kur u pyet, domethënë, për këto shkeljet edhe çfarë reagimi mund të kishte në vendet e Evropës. Pra, duhet bërë qartë Rusisë që tashmë është diçka e cila, po themi, nuk do të tolerohet më në vendet e Evropës, një shkelje e tillë e sovranitetit kombëtar, pra që të kalosh avion luftarak pikok, nuk mund të lejohet më. Problemi pastaj shifet në qoftë se politikanët evropianë kanë po aq atë guxim se kanë pasur brezi i Margaret Thatcher dhe Reagan përpara 40 vjetësh. Gjë që më duket e vështirë për momentin. Qartë. Do vijmë të qëndrojmë në sesionin e 80 të Asamblesë Kombeve të Bashkuara, edhe 2 çështje të tjera kam. Së pari, për tu hedhur edhe në konfliktin në lindjen e mesme mes Izraelit edhe palestinezëve atje në Gaza, po jo vetëm edhe në bregun perëndimor. Përpara nisjes së mbledhjes përgjithshme, gjatë këtij sesioni, Franca dhe Arabia Saudite mbajtën një konferencë ndërkombëtare aty në OKB për zgjidhjen në 2 shtete dhe për njohjen e shtetit Palestinës, po them, për rritjen e njohjeve të shtetit Palestinës. Përpara kësaj, Anglia deklaroi se e njeh, Australia, Kanadaja, Belgjika, Franca patjetër atë ditë dhe shtete të tjera. Tani, nuk e di sa ky momentum në OKB sa mund të prodhojë ndryshim të situatës. Netanyahu ka qenë shumë i ashpër, duke e konsideruar këtë akt të njohjes Palestinës si shpërblim për Hamasin. Po sa mund të ndryshoj lindjen e mesme kjo që ka ndodhur?
E parë njerë duhet të sqaruar kjo puna e njohjeve në ana e Evropës Perëndimore ka ardhur kryesisht vetëm në ato vendet të cilat kanë një qeverisje të majtë ose që varen nga votat e të majtës. Domethënë laboristët në Britani, spanjollët që janë të majtë, Macroni që varet nga votat e të majtës për të kundërshtuar Le Penin, Kanadaja që prap fituan të majtët, Australia që prap fituan të majtët në zgjedhje. Pra, ka qenë kryesisht qeveri të majta, kurse qeveritë e djathta kanë ngelur në një farë mënyre pak më dyshuese në këtë drejtim dhe nuk kanë nesur, paktën po flas për ato që janë qeveri kryesisht në Evropë, sepse në Afrikë të gjithë e kanë njohur, po themi, gjithë shtetet afrikane kanë njohur, në Azi po pak a shumë shumica po e kanë njohur, me përjashtim të Japonisë dhe Koresë. Pra, po të shikohet janë pikërisht të vende të cilat të majtët e kanë, po themi, e kanë këtë çështjen e Palestinës pak më për zemër, si thua, edhe për shkak të lidhjeve, po themi, historike me disë islamizmit edhe të majtës në Evropë. Por në kuadrin e asaj që është në Kombet e Bashkuara, ka një procedurë të caktuar. Procedura është për që një shtet të bëhet antar i Kombeve të Bashkuara, duhet e parë njëherë të pranoj parimet e kartës OKB-s, pra parimin që është për paqen, për njohjen e sovranitetit të kombeve të tjera, etj., pra janë disa parime të përgjithshme të kartës OKB-s, dhe pastaj duhet të shkojë me këtë aplikim në Këshillin e Sigurimit. Dhe në Këshillin e Sigurimit nuk duhet të marrë asnjë veto. Qartë. Pra kalohet me shumicë votash në Këshillin e Sigurimit, por në qofse merr veto ngec aty. Nëse kalohet në Këshillin e Sigurimit, pastaj kalohet në Asamblenë e Përgjithshme, në cilën duhet marrë 2/3 e votave. Me aq njohje sa janë bërë, përgjithsisht mendohet që Palestina i ka 2/3 e votave në Asamblenë e Përgjithshme, ajo që i pengon për të aplikuar është pikërisht qëndrimi i SBA-s, sepse në Këshillin e Sigurimit tashmë Britania, Franca me njohjen, plus Rusia dhe Kina që ka qenë aleat tradicional. E njohin. E njohin dhe mund ta kalojnë, ajo që ngelet peng është vota ose vetoja më saktë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe kjo e bën që ky aplikim, për sa kohë që nuk ndryshon pozicioni i Shtetit Bashkuar të Amerikës, nuk mund të kalojë për të dhënë produkte produkte konkrete. Mund të shërbejë dhe shërben për të ngritur në pa çështjen palestineze, mund të shërbejë për një farë, po themi, fushatën në të cilën të kërkohet dhe numri që të rritet sa më tepër numri i vendeve që ta njohin, ose presionin mbi ato qeveri që akoma nuk e njohin, siç është rasti për shembull i protestave në Itali, në të cilët pati dhe probleme nga ata që janë forcat e ekstremit majt, që u bashkohen në këtë rast bashkë me islamistët dhe goditën, po themi, godinën e Milanos, stacionit të trenit, etj., krijuan rrëmuj dhe trazira në drejtim të, po themi, detyrimit të qeverisë Melonit që të kryej ose që të njohë shtetin palestinez. Pra, gjithë kjo fushat ndërkombëtare në aty nuk është, domethënë, dhe aq pa përfitime, po themi, në drejtim të PR-it dhe në drejtim të asaj fushate diplomatike që zhvillohet në çdo vend të botës për të ulur numrin e vendeve që nuk e njohin dhe mundësisht ta njohin pak a shumë shumica po themi e vendeve të OKB-s. Pra, në këtë drejtim do eci dhe i ka dhënë frutot e veta në drejtim të pasaj të përfitimeve konkrete, për sa kohë që nuk ndryshon qëndrimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, nuk ose do ndryshoj gjë. Dhe për më tepër është dhe problemi po themi, i territorit, është problemi i qeverisjes, domethënë është shumë komplekse situata, në kuptimin që ti nuk mund vendet arabe kanë bërë qartë që nuk mund të pranojnë Hamasin, që të jetë aty dhe të drejtojë Palestinën. Dhe pastaj lind pyetja kush janë territoret, të cilat duhet të ketë ky shtet, kush duhet të jetë qeverisja. Pastaj nëse ky shtet qeveriset dhe bëhet në vete dhe prap e merr
kontrolli një organizatë si puna Hamasin, mos harrojmë që Hamasi erdhi me votën në 2005-ën. Dhe fillon prapë kryen sulme të tjera, domethënë ky problem nuk zgjidhet nga një njohje mekanike e një shteti. Duhet që gjithë palët të urin dhe të bien dakord me disa kushte parametra të cilat do pranohen atë gjitha edhe në të ardhmen. Nëse kjo nuk bëhet, është e vështirë që ai konflikt të marrë zgjidhje, domethënë. Kështu që për sa i përket, domethënë, gjithasë situata aty duhet që të ketë më tepër veprime shumë palqe se sa një palqe. Pra duhet të ketë më shumë përfshirje të Shteteve Bashkuara në këtë proces, duke qenë se është ai i cili e mban në një farë mënyrë peng, duhet të ketë një përfshirje të Izraelit, i cili në ana tjetër duhet që ai të bie dakord mbi këtë gjë. Në mënyrë që të arrihet një paqe qëndrueshme që të vazhdojë për kohë të gjatë. Për sa kohë që vazhdohet me veprime unilaterale, nuk është se domethënë do zgjidhet gjë. Edhe nëse zgjidhet një zgjidhje mekanike, siç e thash, pas disa vjetësh, pas shumë vjetës mund të rikthehemi prapë përpara një krize të tillë, në të cilën për shembull një organizatë si puna Hamasit merr pushtetin në Palestinë, që tashmë është Palestinë zyrtare, por sulmon Izraelin. Qartë. Do filloj një luftë tjetër dhe çfarë do thuash në këtë rast? Domethënë duhet kuptuar që ai vend aty duhet që të dyja palët të njohin të drejtën e njëra tjetrës për të ekzistuar. Duhet që Izraeli të pranojë zgjidhje me dy shtete, të cilën përgjithsisht e ka bërë, sidomos e majtë izraelite, por njëkohësisht duhet që edhe palestinezët duhet pranojnë që Izraeli duhet jetojë aty. Nëse ky kompromis nuk arrihet, ai vend do të paqe ndonjëherë. Qartë. E fundit, po jo për nga rëndësia, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka mbajtur një fjalim dje në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s me tone mjaft forta. Sipas tij, Kosova vijon të jetë pjesë integrale e Serbisë. E kam fjalën për mënyrën se si e ka shprehur deklarativisht se kushtetutën e dim që në kushtetutën e Serbisë Kosova vijon të jetë. Nga ana tjetër, ndoshta më shqetësuese se sa fjalimi i Vučić është takimi i tij me Rubion, ku sipas tij është folur për nisjen e dialogut strategjik midis Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo vjen në të njëjtën kohë kur është ndërprer dialogu me Kosovën. Si e sheh këtë situatë? Këtë situatë është shqetësuese për Kosovën, në kuptimin që domethënë nëse siç përmendëm në rastin sapo kaluam, domethënë roli i Shteteve të Bashkuara, pavarësisht se Trump mundohet që në politikën e jashtme mos ketë më atë peshë që ka pasur Shtetet e Bashkuara më përpara, pra duke u marrë më tepër me zhvillimin e brendshëm të Amerikës, ajo që quhet America's First, pra Amerika mbi të gjitha, prapse prap në politikën e jashtme ka peshën e vet për shkak të një legacy, domethënë për një mënyrë se si ka funksionuar bota deri në këtë momente. Kështu që siç e pam rastin e Palestinës, nuk mund të zhvillohet, nuk mund të ecet më tej nëse Shtetet e Bashkuara nuk futen në atë proces, pra nuk do ketë një paqe të qëndrueshme, as nuk do ketë as shtet palestinez në zonë. Njëjta gjë mund të thuhet edhe për Kosovën dhe rastin e saj me Serbinë. Pra aty do të duhet një përfshirje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një proces negociatash me Serbinë, për që të njihet, pra fundi do njifesh me negociata me Serbinë, duhet pranojë Serbia, duhet pranohesh në antare në OKB, sepse në momentin që Serbia të pranon të si shtet, normalisht bien dhe pretendimet e, po themi, Kinës edhe të Rusisë, të cilët janë siç e përmendëm në Këshillin e Sigurimit, janë ato dy vende të cilat nëse vendosin veton, Kosova nuk kalon domethënë si shtet. Pra, në këtë rast, ty të duhet që të gjesh një zgjidhje me Serbinë, dhe për këtë zgjidhje me Serbinë, i vetmi shtet i cili ka fuqinë për ta bindur Serbinë apo ta detyruar Serbinë që të bëjë diçka, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kina është e qartë që nuk ndërhyn, Francën nuk e merr më tashmë njëri parasysh, as Britaninë e Madhe, pra nuk e kanë ata peshën siç e ka Kina për shkak të fuqisë ekonomike dhe politike, apo Rusia për shkak të lidhjeve të hershme me Serbinë. Pra ndërtimi i Serbisë
vetëm Rusia dhe Kina kanë, ato kanë bërë qartë që mbajnë pozicionin e Serbisë, kështu që i vetmi lojtar i madh me peshë që mund ta detyrojë Serbinë është Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë kuadër duhet mbajtur një marrëdhënie e ngushtë me Shtetet Bashkuara të Amerikës në mënyrë të tillë që të kesh mundësi që nëpërmjet Shtetet Bashkuara të Amerikës të kryesh presion mbi Serbinë. Problemi është që kjo nuk është kuptuar në Albin Kurti. Kemi qenë këtu në emision ka vite që e them, në politikën e jashtme Albin Kurti është personi më i gabuar për Kosovën. Me politikën e brendshme është tjetër gjë, nuk duhet të futem në ato që kanë të bëjnë me politikën e brendshme të Kosovës. Por përsa i përket politikës jashtme është realisht personi i cili nuk duhet ishte aty, sidomos në këtë periudhë ku Kosova është akoma e jo antare e OKB-s. Shikoni drejtimin që ka bërë Palestina. Në momentin e shpalljes, edhe Palestinën si punë e Kosovës. Është shpallur që në 88-ën shteti Palestinës, ka në 40 vjetë që sillet për dallë shteti Palestinës, domethënë që në 88-ën në cilën Arafati bëri deklaratën e tij, Shqipëria ka qenë në vendet e para që ka njohur, por nuk ose ishte antar i OKB-s. Para disa vitesh aplikoi dhe u bë antar jo i përhershëm, domethënë vëzhgues. Vëzhgues, po. Pra, shtet vëzhgues. Si mund të bëhesh shtet vëzhgues? Shtet vëzhgues mund të bëhesh pa kaluar procedurën në Këshillin e Sigurimit. Shtet vëzhgues mund të bëhesh duke marrë gjysmën e votave të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Aktualisht janë 193 vende antare të OKB-s. Kosovën tashmë njohin mbi 110 shtete, por në ato mbi 110 shtete vetëm 90 janë në antare të OKB-s. Pra ty të duhet që të arrish një numër prej 100 vendesh antare të OKB-s që ti jesh vëzhgues. Po, që ti jesh një antar si Palestina. Pra ty të duhen edhe 10 antar të tjerë të OKB-s. Politika jote e jashtme duhet të ecë në këtë drejtim. Si të bëj unë që të kem 10 vende të tjera që më njohin dhe pastaj të bëj një aplikim në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara dhe të kthejmë një antar të OKB-s. Nuk të pengon, po themi, nëse ti arrin numrat, nuk të pengon dot vetoja as e Rusisë dhe as e Kinës në këtë drejtim. Sepse ato, do të thënë, është vot me shumicën e 193 vendeve, kështu që normalisht ti kalon me votën atyre vendeve që të njohin. Dhe në moment që ti kalon si antar vëzhgues, ti ke të drejtë marrësh pjesë në seancë të tjera, pra ti e ndërkombëtarizon Kosovën. Dhe në moment që ndërkombëtarizon dhe çështja e Kosovës, pastaj do vazhdojë të shihet si një prag pastaj për të arritur në një, po themi, hapi tjetër që të jetë antar i OKB-s. Pra, politika jote e jashtme duhet të ecë në këtë drejtim. Por që të ecë politika jote e jashtme në këtë drejtim, çfarë duhet të bësh? A ke mundësi ti vetë si Kosovë që ti realizosh këto 10 vende të OKB-s që të njohin ty? Ky është pikpyetja më e madhe. Ti vetë, Kosova nuk është një vend, si thua, vend i pasur me naftë, në të cilin ja ka interesin bota dhe edhe duke bërë një deal me naftën ti mund të ofrosh, domethënë të njohin vendet e tjera. Ti nuk je i pasur në pasuritë të tjera natyrore të cilat ty mund ta bëjnë që njerëz, domethënë shtetet e tjera të kenë interese të ty, ti nuk ke një fuqi e madhe ekonomike, ti nuk ke një, pra, je një vend i vogël në të cilën interesi që mund të kenë shtetet e tjera për ty mund të jetë interes i tërthort dhe jo interes i drejt për drejt. Në këtë rast ti duhet të përdorësh ndihmën e miqve të tu, pra të Shtetet Bashkuara të Amerikës apo vendeve perëndimore për të cilat janë, po themi, ndihmues ndaj Kosovës, që ti bësh këto njohje, pra të kapësh dhe këto 10 vende të tjera të OKB-s që duhen për të qenë antar vëzhgues i OKB-s. Kjo është ajo që duhet të bësh në politikën e jashtme. Dhe për fat keq, kjo ka ndaluar, domethënë ka ndaluar që njohja e fundit ka qenë në 2020-ën
kur ka qenë Abdullah Hauti kryeministër dhe që atëherë nuk ka pasur asnjë njohje, po themi, për Republikën e Kosovës gjatë gjithë viteve të mandatit që ka pasur Kurti. Qartë. Dhe kjo tregon që ti praktikisht në politikën e jashtme ti nuk e kupton realisht pozicion e Kosovës dhe çfarë duhet bërë me njohjet e çfarë duhet bëj, çfarë rrugë duhet ecë Kosova. Dhe jo vetëm në drejtim të njohjes në këto institucione, ke institucione tjera, ke po themi Interpolin, në cilën Kosova nuk bën pjesë. Për shembull, nëse Kosova do ishte pjesë në Interpol, ato mandate arresti do lëshonte mandate arresti për ata që ishin përzierë në ngjarjen e Banjskës dhe do ishin të detyruara ti ekzekutoni mandatet e arrestit. Apo në qytetarët të Interpolit. Pra, nuk është shikoni sa përfitime ka se kur ti të futesh në organizata të tjera ndërkombëtare. Qartë. E kupton? Dhe ky është drejtimi që duhet të ecë Kosova. Për fat keq nuk është menduar kështu ose nuk është vepruar kështu. Dhe në vend që të ketë pasur njohje të reja, njohjet janë stopuar. Nuk e pasur integrimin në mekanizma të tjerë, domethënë që ti je integruar në organizata të tjera ndërkombëtare dhe ke ngelur në vend. Përveç kësaj ke prishur dhe marrëdhëniet me liderët, me partnerët perëndimor dhe kjo e ka bërë që në drejtim të politikës së jashtme jetë Kurti të jetë personazh jashtëzakonisht i dështuar, për mendimin tim, dhe rezultatet po e tregojnë në terren se si po ndodh situata. Kështu që në një farë mënyrë të themi atë që është edhe në Kosovë, po kuptohet kjo gjë, fakti që Kurti kaloi në 50%, kaloi në 42% të votave, tregoi që edhe politika e jashtme është diçka e cila ka pasur impakt. Po. Në humbjen e votave nga ana e Kurtit. Të shikojmë se tani që janë zgjedhjet lokale në Kosovë, janë sa afërmi për të mbajtur në tetor. Shikojmë se çfarë impakti mund të ketë kjo zvarritje që sjell në drejtim të krijimit të institucioneve të Kosovës, mos harrojmë që akoma jemi pa qeveri, jemi një qeveri në detyrë, parlamenti është akoma në dyshim, është i konstituar apo jo. Pra, gjithë kjo shikojmë se çfarë impakti do ketë në politikën e brendshme, në votën e brendshme, por në të jashtmen e ka dhënë impaktin e vet. Në të jashtmen jemi në këtë situatë të tillë që vetëm që nuk kemi njohje të tjera, por kemi edhe qartë. Po themi hapa mbrapa në këtë drejtim dhe kjo është më rëndë se sa një tender në Kosovë apo një diçka tjetër që përflitet shumë.